emisionin Kohë Sociale. Kjo është një hapësirë reflektimi dhe diskutimi mbi çështje të rëndësishme sociale që prekin individin, familjen dhe shoqërinë. Sot do të ndalim tek një prej fenomeneve më të diskutuar të kohës sonë, siç është autizmi. Përmes bisedës sonë me kolegun defektologun Boletin Zenuni nga Spitali Privat Sistina, do mundohemi të kuptojmë më mirë se çfarë është autizmi, pse nuk quhet sëmundje por çrregullim. Do të flasim duke nisur nga deklaratat të niveleve ndërkombëtare, siç ishte ajo Donald Trump që shprehej që do të gjendet një ilaç për autizmin, e deri tek përballja e përditshme e prindërve dhe roli i profesionistëve. Qëllimi në fakt është që të sqarojmë konceptet bazë, të heqim stigma dhe të nxisim sa më shumë ndërgjegjësim shoqëror. Boletin, fillimisht më lejo të drejtohem me ti pasi ne kemi qenë edhe kolegë në fakultet si gjenerata e parë e edukimit special. Të uroj një herë fillimisht mirëseardhje në emisionin Kohë Sociale në Almak Press. Mirë se u gjeta Griselda, është kënaqësi gjithmonë të jem mes miqve në bisedime dhe në temat të tilla siç janë temat që vijnë prej fushës punës që e kemi. Shpesh dëgjojmë deklarata të liderëve botëror që shprehen edhe për tema të ndjeshme siç është kjo e autizmit, siç ishte kjo deklarata e Donald Trump për ilaçin e autizmit. Çfarë mesazhi përcjell një deklaratë e tillë? Realisht, unë kam qenë ndër njerëzit që e kam prit me padurim lajmin se presidenti i Shtetet Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka vendosur që të hedh dritë mbi një problematikë mjaft aktuale dhe mbi disa gjëra të paqartësuara mirë për cilët ekziston dyshim shumë i madh, sidomos rreth autizmit, dhe e kam dëgjuar me vëmendje deklaratën e tij. Tash nuk kisha dësht me u fut në detaje sa i përket asaj se presidenti Trump është i njoftuar dhe e njeh realisht problematikën e autizmit, apo vetëm është si pjesë e PR-it të tij, respektivisht programës së tij. Unë mendoj që hedh edhe më shumë dyshime edhe më shumë mjegulli rreth autizmit, pasi që kundërshtimi i parë vjen rreth asaj që është gjetë ilaçi, kur ne e dimë se ilaçi gjendet vetëm për një lloj sëmundje. Ne e dimë që autizmi nuk është sëmundje, po është një gjendje, është një problem. Në fakt tu duhet të ndalesh pak. Zakonisht supozohet që edhe mund të jetë sëmundje. Në fakt çfarë është? Derisa quhet çrregullim i spektrit autik, është çrregullim apo është sëmundje? Griselda, në gjithmonë shkenca bazohet në fakte dhe bazohet në hulumtime shkencore që bëhet. Përderisa hulumtimet shkencore kanë vërtetuar që autizmi nuk është sëmundje, atë ne duhet t'i referohemi gjithmonë që nuk është sëmundje. Është një çrregullim, domethënë neurologjik, që përfshin 3 fusha kryesore: të fushën e ndërveprimit ose interaksionit social, përfshin mungesën e të folurit ose problematikën me të folurit, si dhe problemet me sjelljen. Këto janë 3 elementet kryesore, 3 fushat kryesore ku çdo person që është me autizëm shfaq një lloj të ndryshëm prej një personi tjetër. Andaj dhe quhet spektri i autizmit, sepse sidomos nëse flasim gjithmonë duke marrë parasysh përvojën tonë, unë nga përvoja lirisht them se shpeshherë ka ndodhur që vinë pacienta, do referohem me pacienta për shkak se punoj në fushën e shëndetësisë edhe gjithmonë do target grupa e njerëzve janë pacientët që vinë në spital, sepse vinë për një institucioni shëndetësor privat, dhe pacientët janë gjithmonë, domethënë ata që tregojnë elemente të ndryshme. Sa vjen njëri dhe mendon që edhe tjetri do të jetë i parafort, ai vjen me një simptomatologji ose me një pasqyrë klinike totalisht tjetër prej atij të mëparshmit. Andaj edhe për këtë arsye paraqitet si spektër dhe nuk është sëmundje, sepse për të qenë sëmundje duhet të jetë i parafort ose duhet të jetë i njëjtë. Ne e dimë, nëse një person e ka një sëmundje, ne e dimë se ato ndryshimet që paraqiten si pasojë asaj sëmundjes janë pothuajse të njëjta, ndërsa te autikët është diçka më ndryshe. A ekziston shërimi i autizmit apo bëhet fjalë vetëm për ndërhyrje, terapi dhe mbështetje në zhvillim?
po përderisa nuk është sëmundje, atëherë nuk ka ilazh dhe nuk ka shërim për kësaj problematike. Shërimi vjen, gjithmonë i referohem në thojza terminologjisë shërim, vjen duke u bë bashkë forcat, do të thotë duke kyç terapinë, mbështetjen dhe afirmimin, do të thotë edhe ndihmësen që i jepet këtyre personave për të vazhduar dhe për të qenë pjesë e pandashme e strukturave shoqërore. Do të thotë në këtë rast më së shumti do të thotë vlen dhe ka pozitën kyçe e ka terapia që bëhet me këta persona. Si e përjetojnë prindërit momentin e parë të diagnostifikimit të fëmijës me autizëm dhe çfarë është më e vështirë në këtë proces? Normalisht që është një nga sfidat më të rënda pranimi se në shtëpi ke një fëmijë ndryshe, fillimisht. Pa e profilizu se është autik apo është një pengesë tjetër në zhvillim. Po flasim për fëmijët me pengesa në zhvillim si grupacion, domethënë i njëjtë. Pranimi është një nga sfidat më të mëdha. Shpeshherë prindërit kalojnë faza të ndryshme të rënda. Pak prind ka që e pranojnë si diçka të jetë normale. Është e natyrshme të reagohet keq. Po këtu vjen në shprehje roli jonë si profesionist, si edukator special, roli i kolegëve tanë psikolog, roli i kolegëve tanë logoped dhe të fushave tjera që përfshin do të thotë ndihmën te kalimin e këtyre problemeve, se do t'u japim mbështetje mbi gjitha mbështetje morale prindërve. Sa më i hershëm është pranimi një fëmije të tillë, një gjendje të tillë, aq më të mëdha janë shanset dhe mundësia që ai fëmijë të ecë para përkundër vështirësisë që ka. Do thotë të gjendet pranimi i në thojza një diagnoze të tillë na mundoson neve që të krijojmë sa më shpejt dhe në mënyrë sa më efikase një metodologji dhe një strategji të punës me qëllimin kryesor përmirësimin e cilësisë së jetës së atij personi. Sa të informuar janë prindërit dhe shoqëria për autizmin dhe a ekzistojnë ende paragjykimet? Për fat të mirë, viteve të fundit është vendosur një theks i veçantë mbi këtë temë. Nëse kthehemi në historik dhe marrim periudhat e mëhershme, ka qenë goxha sfidë e madhe që të deportohet tek familjet që kanë fëmijë me nevoja të veçanta, mos flasim tash vetëm për fëmijët me autizëm. Ne e dimë sepse rrjedhim për këtynve, do të thotë rrjedhim për kësaj shoqërie dhe për këtyre rrethanave këtu, edhe e dimë se më herët ka qenë është trajtuar dhe është llogaritë si tabu temë që të flasim për këtë problematikë. Me kalimin e kohës janë hapur dimensione tjera dhe janë hapur shtigje tjera sa i përket personave me nevoja të veçanta. Fillimisht është kriju domethënë për herë të parë katedra në gjuhën shqipe për do të flasim gjithmonë për popullatën shqipfolse në këtë rast. Është kriju katedra e edukimit special dhe rehabilitimit, ku nga aty kemi dalë ne si profesionistë dhe kanë dalë gjenerata të shumta pas nesh, ku secili prej atyre edukatorëve special e luan rolin e tij të veçantë sa i përket thyrjes së këtyre do të thotë këtyre problemeve dhe kësaj teme, si tabu temë që llogaritet, dhe tash kemi mundësi shohim edhe me ecjen edhe përparimin e mundësive, rrjetet sociale, intervista të ndryshme, emisione, tribuna të ndryshme, dhe është duke u rrit gradualisht vetdia kolektive për një qasje sa më të mirë dhe për përmirësim të jetës së personave me nevoja të veçanta. Çfarë roli luan edukatori special, psikologu dhe defektologu në trajtimin e fëmijëve me autizëm dhe me nevoja të tjera të veçanta? Si edukatori special, si logopedi, si psikologu, apo dhe profilet e mjekësisë, siç janë neuropsikiatri ose psikiatri, pediatri, që është si njëri prej profileve kryesore dhe kyçe dhe është fillestar,
që e ndjek zhvillimin e një fëmije, e kanë rolin kryesor dhe janë një zinxhir i pathyeshëm që nuk mund të ndërveprojnë dhe të punojnë pa ndihmën e njëri tjetrit. Janë tërkohës janë një simbiozë pune, sepse siç thash është pediatri i familjes, është mjeku ai i cili fillimisht e sheh ose vëren se diçka nuk po përkon me zhvillimin normal të fëmijës. Pastaj në qoftë se fëmiu arrit një moshë të caktuar dhe vazhdon të jetë pjesë dhe vazhdon të ketë këtë problematikë dhe të shfaqë ndoshta forma të tjera të problemeve me zhvillimin, vjen në pyetje, pastaj edhe vjen në shprehje edhe puna edhe roli i psikiatrit, neuropsikiatrit, pastaj në fund vije edhe roli i edukatorëve special dhe i logopedit. Ne jemi për pjesën post diagnostifikuese, do të fillimisht vizitohet, është një ekip multidisciplinar, mund ta quajë ashtu, vlerësimin njëherë fillimisht, që kryen vlerësimin, shohin se ky fëmijë ka këtë problem, shfaq këto lloj simptoma, vjen deri te një diagnozë e veçantë, edhe pastaj pjesën tjetër për ta përgatitur fëmijën deri në fazën parashkollore, pastaj për fazën shkollore dhe fazën pasi ta mbaroj shkollimin fillor, është pjesa që është më e rëndësishme, është pjesa e mbështetjes në këtë rast përmes terapive që e bëjnë defektologët, edukatorët special dhe logopedët. Andaj këtu është ndoshta nuk do të jetë korrekte që t'i ndajmë këto profile se kush ka rol më të madh dhe kush ka rol më të rëndësishëm. Me rëndësi është që gjithë këta të vizitohen në momentin që fëmiu shfaq probleme me zhvillimin, të vizitohen, të mirën mendime të ndryshme dhe mendime profesionale prej këtyre profileve dhe pastaj të gjithë të bashkohen dhe të japim dhe të krijojmë një plan program në lidhje me trajtimin e atij fëmiu. Sa i gatshëm është sistemi arsimor dhe ai institucional në vendin tonë për t'u ofruar ndihmë këtyre fëmijëve me autizëm? Është një nga temat që ende trajtohet, është një nga temat që ka shumë dilema këto. Gjithmonë ekziston ajo fryma pozitive që gjërat të shkojnë përpara dhe të ecin përpara. Kanë filluar realisht të zgjohen institucionet arsimore, institucionet në përgjithësi shtetërore, se duhet këta fëmijë të trajtohen në mënyrë pak më ndryshe, them gjithmonë duke ndryshe për t'ju krijuar kushte më të favorshme për zhvillim, do të thotë si aspektin edukativ arsimor, si aspektin e përgjithshëm të jetesës. Kanë filluar gurë televizin, flasim kohrat e mëhershme, ka qenë një temë thash totalisht e papranuar. Do e ceki vetëm një shembull për ta pasur edhe shikuesit për ta pasur më qartë. E di temën e diplomës në fundin e studimeve kur e kam punuar, Elda kam bërë një ulëmtim në shkollën fillore prej ku unë kam marrë do të thotë në qytetin tim të lindjes në Kumanov, edhe pyetjet kam pasur një pyetësor për arsimtarët, edhe ka qenë në pyetja se sa ju jeni të informuar mbi autizmin edhe se sa ju jeni të gatshëm të punoni me fëmijët që kanë autizëm dhe deficit të vëmendjes dhe hiperaktivitetit. Të doli një nga mësuesit më tha, po tha, kjo është pyetje shumë me vend, është pyetje shumë në rregull, mirë po tha ne s'kemi karrige dhe banka. Do thotë edhe aty përfundoi realisht ai hulumtimi im, edhe nuk s'kisha motiv për të vazhduar më tutje, sepse me të vërtetë ishte gjendja e mbirueshme ishte nëpër shkolla, ku flas tash për fëmijët që nuk ishte problematike për fëmijët që nuk kanë pengesa në zhvillim, mos flasim për fëmijët që shfaqin pengesa në zhvillim, që duan kushte tjera. Është e njohur çështja edhe tema e inkluzionit, flitet shumë për inkluzionin, mirë po unë jam paksa skeptik. Sa mendon ti se është e drejtë ose jo fëmijët të kyçen në programin inkluziv në shkolla të rregullta, qoftë ato nga problematika të ndryshme që mund të kenë fëmijët? Do e përshkruaj me një shembull shumë konkret. Nëse ne dëshirojmë që të marrim lejen e ngasjes së makinës, nëse unë apo ti nuk i bëjmë orët me makinë
për të pasë se është ta ndezësh makinën, si të ecish para, si të ecish mbrapa, si të Ndezësh sinjalet e tjerë, do thotë ato duhet t'i shohësh në makinë, duhet ta përjetosh ndjesinë e makinës. Nëse ne flasim vetëm se duhet me marrë lejen e mi bë gjitha këto procedura, po në një karrik të kuzhinës në shtëpi pa e provu trafikun, pa i pa këto, atëherë është e kotë. Realisht pjesën teorike ti do ta dish gjithmonë. Nëse ajo nuk është me pjesë praktike, nuk konkretizohet me çka praktike, ngelet e thatë. Pikërisht është edhe çështja e inkluzionit është këtu. Po, ka projekte për inkluzion, ka donacione për inkluzion, ka do të thotë organizata, projekte të ndryshme që vinë në emën të inkluzionit. Mirë po, kushtet për implementim është çështja se si do të implementohet inkluzioni. Sa ne kemi kushte për ta implementuar inkluzionin. Ne e dimë nëpër shtetet e perëndimit dhe shtetet e zhvilluara se sa kushton, sa është kostoja e realizimit të inkluzionit. Ne nuk kemi as për afërt, nuk kemi me inkluzionin. Po, thashun e gjithmonë si koncept është i pranueshëm, sepse edhe ne jemi të interesuar që ti të kalojmë me ato sfidat edhe ato problemet e vjetra ku nxënësit janë nda për nxënësve tjerë, ka pas klasë speciale, ka pas paralele speciale, ku ata nuk kanë mujt me përjetu atë ndjesinë se si është me qenë me fëmijë tjerë, pastaj është edhe e kundërta, fëmijët tjerë pa problem me ditë se si është ta pranosh një fëmijë me nevojë të veçanta, një nxënës me nevojë të veçanta në mesin e tyre, që të edhe të zhvillohet ajo ndjenja e humanizmit, ajo ndjenja se si është ta përkrash një person në nevojë, ta ndihmosh, më herët ka qenë kjo diçka e pamundur. Por unë besoj besoj dhe kam atë ndjesien pozitive se do të me kalimin e kohës do të vijmë ndoshta shumë shpejt për një kohë do të vijmë në stad ku do të jemi të aftë dhe do të kemi mundësinë ta implementojmë s'paku një pjesë të inkluzionit nëse jo të gjitha. Cili është mesazhi për prindërit që ndodhen përpara një diagnoze të fëmijës së tyre me autizëm dhe për shoqërinë që ende i paragjykojnë këta fëmijë? Një mesazh për prind zakonisht në kontaktet me prind unë gjithmonë e them të njëjtën. Nëse qëllimi juaj është suksesi i fëmijës tuaj, ose tejkalimi i këtij problemit, atëherë fokusi duhet të jetë vetëm mbi fëmijën tuaj. Askush tjetër nuk e meriton energjinë tuaj edhe fokusin tuaj. Ne jemi dëshmitar se ka shpesh ato botkutimet janë se nuk do të bisedoj, nuk do ta shfaq fëmijën tim për shkak se do e kuptojnë familjar, do e kuptojnë fëmijën, do e kuptojnë komuniteti ku jetojmë, edhe në këtë rast ne e djegim me vetë dorën tonë, e djegim fëmijën dhe fatikisht e pengojmë për ta arritur, ndoshta edhe për ta zbuluar potencialin që e ka, pavarësisht pengesës që e ka. Do thotë duhet të fokusohen mbi fëmijën. Unë e kam me patjetër ta cek pjesën, pasi që më zhbo dhe tradit kjo, kudo që jam mysafir, unë e them se me prind unë zakonisht kur flas, nuk flas në rolin e edukatorit special. Fillimisht flas në rolin e një antari të familjes që ka në familjen e tij një person me nevojë të veçanta, pastaj flas si profesionist. Pra, nëse ne si familjar nuk ta kishim pasur fokus gjendjen shëndetësore të motrës tonë, ndoshta ne do të kishim qenë peng i rrethit dhe i komunitetit ku jetojmë dhe sot. Motra ime nuk do të ishte aftë t'i kryej nevojat e veta pavarësisht problemit që e ka, t'i kryej nevojat e veta dhe t'jetë e dobishme për komunitetin edhe vendin ku jeton. Pra, apeli kryesor është që ta kenë fokus fëmijën e tyre. Mesazhi i dytë është mos të hezitojnë të kërkojnë ndihmë prej profesionistëve të fushave të ndryshme. Nuk ka prindërit zakonisht kur vinë në kontroll dhe në vlerësim kur i sjellin fëmijët e tyre e kanë atë dronë dhe atë frikën se unë deshta, më referohen gjithmonë si doktor, unë deshta ta bëj një pyetje, po kam frikë se ndoshta nuk është pyetje e hishme ose në rregull. Nuk ka pyetje të gabueshme. Sidomos kur bëhet fjalë për fëmijët. Sepse mundet në çdo moment të kujtohet diçka që ka, sado kujto do të sjell një dobi për fëmijën. Andaj le të pyetni prindër të dashur, interesohuni, nuk është turp ta shfaqni fëmijën tuaj, nuk është turp të shfaqni pengesat e tyre, sepse në fund të fundit qëllimi i gjithë
përfshirës si joni është suksesi i fëmijës edhe ai të jetë i aftë për jetesë, sepse ne e dimë, ne nuk asnjë prej neve nuk e dim dhe nuk kemi kontratë në lidhje me kush si jeton, por është mirë që fëmijët pavarësisht problemet të tyre të fillojnë në një farë forme të pavarësohen, mos të jenë shumë të lidhur ngushtë me gjanat e gatshme dhe me familjarët, sepse si jeta sill sfida të tilla ku ne nuk mund ta dimë se çfarë na ndodh. Andaj ti përgatisim këta fëmijë, ti përgatisim edhe autikt, sepse fëmijët me autizëm nuk janë fëmijë që nuk kuptojnë. Nuk janë fëmijë që nuk e kuptojnë botën, po ata thjesht e kanë mënyrën e vet të veçantë se si e kuptojnë ato se si e shohin botën. Do thotë mjafton ne të jemi të disiplinuar mbi gjitha, të kemi vullnet të mirë, edhe të jemi të gatshëm për t'u përballuar me këtë sfidë. Me pas një fëmijë me nevojë të veçanta nuk është edhe aq e lehtë, po edhe nuk është e paarritshme suksesi. Andaj mendoj se gjithë bashkë, ne si profesionistë, edhe prindërit edhe komuniteti në tërësi, mund ta bëjmë një grup jashtëzakonisht shumë mirë edhe të bëjmë gjëra të mira. Unë si edukator special, si defektolog, si specialist i autizmit, qëndroj në dispozicion të gjithë familjeve, gjithë prindërve që na shohin në këtë momente, që t'ju ndihmoj me aq sa di dhe aq sa mundem, andaj mos hezitoni të kërkoni ndihmë. Buletin, unë të falenderoj shumë për këtë intervistë dhe për këtë bisedë. Besoj kemi dhënë këshillat më të mira për secilin nga prindërit që hasen në një diagnozë të tillë. Elda, faleminderit shumë për ftesën. Sinqerisht unë gëzohem kur vi dhe flas për punën që e bëjmë. Është një nga punët më fisnike që e bëjmë. Është punë mjaft sfiduese, por thash është gjithmonë kënaqësi kur e sheh produktin final që është buzëqeshja në fytyrat e prindërve. Të falenderoj shumë. Faleminderit që na ndoqët, ne do të shihemi të martën në emisionin e ardhshëm. Natën e mirë.